Një grup ciklistësh nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut prej disa vitesh organizojnë një tur me bicikleta rreth liçeneve të Prespës, aty ku janë të shumta mundësitë për të parë bukuritë e Greqisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Këtë vit ata janë dalur edhe në qytetin e Korçës, duke hedhur idenë e organizimit të një turi edhe më të madh, me më shumë ciklistë, i cili të nis nga qyteti Korçës. Në Korçë kam ardhur shumë herë gjatë viteve të fundit, dhe sa herë vi e gjej edhe më të bukur. Organizuam një tur ciklistik ndërkombëtar, kaluam nga Korça, shkuam edhe në Pogradec, që aty nga malet e Maqedonisë së Veriut ikëm në Follorin. E zgjeruam aktivitetin së bashku me shokët e mi. Jemi 3 miq të komësive të ndryshme që bëjmë ture me bicikleta. Do doja që të bashkoheshin edhe më shumë njerëz për të bërë ture me bicikleta, të shkëmbejmë ide, të njohim vendet tona dhe njëri tjetrin. Vi nga Manastiri, është era e 6 që bëj këtë tur me bicikleta. Kemi dëshirë që të organizohet nga Korça një aktivitet më i madh, ku të marrin pjesë më shumë qytetarë. Do të ishte një mundësi e mirë jo vetëm për anën sportive, por edhe në planin kulturor. Ciklistët janë mirëpritur në qytetin e Korçës nga përfaqësues të Qendrës së Artit dhe Kulturës, të cilët thanë se do të ishte mjaft interesante mbështetja e një turi ciklistik rreth liçeneve të Prespës. Do ishte interesante shumë të mbështetej një iniciative përbashkët, do thonja mes qytetarëve të Korçës, ciklistëve të Korçës, të Maqedonisë të Veriut, edhe të Greqisë, për një cikël rreth liçeneve të Prespës, për disa ditë ku do zbulohen bukuritë e natyrës të përbashkët, po dhe veçoritë që ka çdo shtet më vete. Kjo është ëndra e tyre, ata prandaj kanë zgjedhur qytetin e Korçës sepse besojnë që është i vetmi qytet i cili e përmbush këtë kusht për të bërë një lloj turneu ose një lloj gare rreth këtyre vendeve. Në qytetin e Korçës janë të shumtë qytetarët të cilët preferojnë sportin e ciklizmit e që mund të marrin pjesë në një tur ndërkombëtar, së bashku me fqinjtë e tyre në Greqi dhe Maqedoninë e Veriut.